se e pash ajo jepte hala ma shumë benzinë ty që të eskalosh. Një tjetër javë dinamike, plot sfida dhe tension po mbyllet në fermën e vipave. Fermerët janë përballur me sfida që testojnë aftësitë e tyre fizike dhe mendore. Nga kujdesi për kafshët e mbjellja e bimëve, përgatitja e ushqimit për të gjithë grupin janë bërë pjesë e rutinës së përditshme të fermerëve. Por në krye të këtyre punëve këto ditë ka qenë kryefermerja e zgjedhur Alba Pollozhani, e cila me marrjen e titullit ka nisur menjëherë me detyrimet. Do na ndihmosh se çfarë na duhet për të kuzhina lavandaria? Shpesh Alba ka kërkuar bashkëpunim mes konkurrentëve, të cilët duket se nuk e kanë pritur mirë postin e ri të fermeres, duke krijuar shpesh debate për mënyrën e organizimit dhe ndarjes së punëve. Vetëm për sytliash, 3 lu. Ditët kanë qenë të ngarkuara për fermerët tanë. Kryeplak Albano ka njohur fermerët me sfidën e radhës. Që ju do të ndërtoni 2 kasole. Një sfidë shpejtësie dhe shkathësie për të ndërtuar 2 kasole ka vënë konkurrentët përballë njëri tjetrit. Të ndarë në 2 grupe ka nisur menjëherë nga puna dhe sigurisht që përfituesit patin një shpërblim, ndërsa ata që humbën nuk mund të mbeteshin të padënuar. Erand Sojli dhe Frederik Ndoci u deleguan nga Agai për të kujdesur për ushqimin dhe pijet gjatë kohës që pjesa tjetër po punonte për ndërtimin e kasolleve. Grupi fitues do zgjedhë 3 nga grupi humbës që t'i dërgojë te shtëpia e fakirit. Casey, Andueli dhe Big Basta, të cilët sipas një zgjedhjeje unanime nga fermerët e grupit fitues, u ndëshkuan duke u dërguar në shtëpinë e fakirit. Gjatë kësaj jave nuk kanë munguar edhe momentet epike, humori dhe batutat. Një fidan ulliri në fermë i mbjell nga 15 fermerët do të mbetet kujtimi më i bukur i tyre, si dhe një shenjë për fermerët e edicioneve të ardhshme. Televotimi i hapur prej ditës së hënë për të zgjedhur fermerin e preferuar të publikut do të sjellë të tjera dinamika në lojë. Hajdeni pra. Ndërsa sonte në mbrëmje pritet të marrin zë shumë zhvillime që kanë ndodhur gjatë këtyre ditëve. Si do të shkojë raporti i limit me Albën, cilat janë miqësitë dhe grupimet e formuara në fermë. Cila është formula e menduar këtë herë nga Agai për sfidat që do të çojnë në televotim për eliminim një prej konkurrentëve të hënën? Zhvillimet e fundit që kanë shtuar tensionet në ferma VIP 2, por edhe shumë momente të tjera do të diskutohen sonte në mbrëmje, duke nisur nga ora 21 në ekranin e Vision Plus dhe në 2 kanalet të dedikuara të platformës Tring.